Ish kryetari i Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, do të përballet me gjykatën pasi prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur fazën hetimore dhe ka depozituar zyrtarisht dosje në gjykatën e posaçme. Lëvizja e SPAK vjen pak ditë pasi Roshi u paraqit në prokurori ku u njoh me përfundimet e hetimit dhe firmosi mbylljen e procedurës. Prokurori i çështjes Elvin Gogaj i ka kërkuar GJKK-s kalimin e dosjes për shqyrtim gjyqësor duke konsideruar të plot fazën e grumbullimit të provave. Për shqyrtimin paraprak të kërkesës është caktuar gjyqtareja Rutina Palloj, e cila do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim të plot. Roshi është marrë zyrtarisht i pandehur për veprën penale shpërdorim detyre, një akuzë që lidhet me ushtrimin e funksioneve publike në kundërshtim me ligjin. Hetimi ndaj tij nisi pas një kallëzimi të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili evidentoi shkelje dhe parregullsi në procedurat e tenderave gjatë periudhës që ai drejtonte bashkinë. Sipas të dhënave të administruara nga prokuroria, dyshohet se në disa projekte publike përfshirë rikonstruksionin e qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa akseve rrugore, janë kryer procedurat pa rregullta që kanë sjellë dëm financiar. Vlera e dëmit të pretenduar nga hetimet arrin rreth 33 milion lekë, ndërsa në dosje përfshihen edhe zyrtar të tjerë lokal që dyshohet se kanë pasur rol në këto vendimarrje. Me kalimin e çështjes në gjykat, pritet që procesi të hellë drejt mbi përgjegjësitë konkrete dhe lishmërinë e veprimeve të ish zyrtarëve vendor.